Faleminderit për ftesën dhe për mua kënaqësi me qenë këtu. Fillimisht po flasim pak pa hyrë në detaje, mirë po, flasim pak si po shkon ky vit për klubin e basketbollit Vllaznimi. Duket që në renditje tabelare jeni stabil, organizimi duket mirë, fitoret her pas here po vijnë. Si po shkon përgjithësi dhe sa jeni kënaqur me atë se çfarë ka ndodhur këtë vit te Vllaznimi? Na mundëm, nëse na ulëm edhe shikojmë me qetësi, domethënë vitin si vjet, na mendojmë që kemi një grup mirë të lojtarëve, edhe besoj që tash diku 90% vetëm se është siguru play-offi, edhe pastaj do të jemi pjesë e play-offit edhe si vjet për vitin e tretë me radhë. Grupi jonë i lojtarëve me të vërtetë është cilësor si vjet, ku treguohet çdo ndeshje edhe me ekipet që kanë bugjet shumë më të madh Vllaznimi, ne edhe nëse humbi ndeshja është konkurruese dhe nuk dihet fituesi deri në fund, kështu që mendoj që si vjet ne kemi bërë një punë të mirë, tash të shohim se si do të përmbyllet ky vit. Po sa është e vështirë zoti Bakia me pas një organizim të mirëfillt në basketbollin kosovar vendor, domethënë ju tash jeni një pjesë, tash jeni një kohë gjatë. Po tash ky është viti 5 i imi që jam pjesë e klubit Vllaznimit i kyçur direkt në angazhim në kryesi. Për organizim sidomos në Superliga është tepër konkurruese. Ekipet e Superligës Kosovës janë shumë mirë të organizuara dhe kanë një buxhet konsoliduar, kështu që për me qenë pjesë e Superligës dhe më qenë konkurrues çdo vit është kërkon shumë energji, shumë organizim të mirë dhe sa më pak gabime për me qenë domethënë pjesë e Superligës çdo vit. Në fakt në këto ndeshjet e fundit në Superligën e Kosovës, madje duke nisur nga ndeshja që zhvilluan brëm, ka pasur disa polemika rreth disa vendimeve të gjyqtarëve, edhe në ndeshjen Peja Vllaznimi, aty ku pastaj Federata e Basketbollit të Kosovës i dënoi gjyqtarët. Pse po mendon që po ndodhin këto veprime kështu dhe si cilësoni ju në fakt këto veprime që po ndodhin? Pse nuk është që e di arsyeën kryesore, po mendoj se nga njëherë e kam atë bindjen që klubet pak më të mëdha Superligës pak gëzojnë respekt pak më të madh nga referat edhe po marrin disa vendime që dëmtojnë klubin tonë. Këto xhirot e fundit kanë qenë me të vërtetë çuditshme, duke nisur nga ajo loja me Pejen ku në sekondat e fundit mendoj që kanë qenë 4 vendime që kanë dëmtuar rezultatin direkt. Ajo u po edhe me dënimin e referave. Unë s'mendoj që ata nga njerë më duke që po binë presion, po prapë është dëmtimi shumë i madh. Ne si klub, do të thonë, bëhet një punë shumë e madhe për me organizu një klub edhe tash referat me të vërtetë kanë një përgjegjësi shumë të madhe, po duhet me kuptu edhe klubet cilat mundohen shumë, se cila kryesi e Superligës e bën një punë shkëlqyeshme, janë klubet organizuar mirë dhe unë bashkë me kolegë tonë, domethënë kryesi të tjerë, ne duam vetëm të jemi korrekt, domethënë. As klubi jonë, as klubet tjera s'mendoj që lupin preferenca, le të fitojmë mirë në fushë, po nuk duhet që referat të jenë protagonist kryesor. Loja me Pejen ka qenë çuditshme, po neve loja me Pejen na ka ndikuar dhe lojën me Bashkimin, sepse pas ndeshjes është suspenduar lojtari jon Helms, që është një lojtar shumë i rëndësishëm për ekipin tonë, që na ka dëmtuar direkt me Bashkimin, kështu që loja me Pejen i ka pas dy dëmtime, them ashtu, për klubin tonë, edhe mendojmë që kjo mas shumë e dëmton basketbollin, edhe tash do të më ulna si klube dhe si federat, të shohim se çka mund me bëj për me ecë përpara. A keni pas komunikim në fakt që në prezent e Bakia me drejtuesin e Federatës Basketbollit që për këtyre çështjeve, këtyre vendimeve? Diçka ndonjë ankesë keni bërë të fundit? Po si rezultati i ankesës klubit tonë janë suspenduar referat. Po tash do të më thonë se unë jam këto që disa muaj unë jam edhe pjesë e bordit federatës, kështu që në njëjtën kohë kur ta kritikoj federatën e kritikoj edhe veten, edhe mendoj që na mundem pak më mirë me bë. Unë mendoj që referat tonë nuk është që kemi disa referat cilësor, tash duhet na me shiku se si mundën, ndoshta më ek pak presionin aty në që ata me i marrë vendimet e sakta edhe të mira. Ka disa problematika që unë mendoj që duhet më bëj më mirë, edhe
me lon që kush është më i mirë në fushë me fitu loje. Okej, tash për shembull një statistikë interesante, Zbakian nuk e di ju a keni po, te kushët ka diferenca te vllazimi që ka 0, rastisht 1800 pik. Mbra me kena po këtë koincidencë. Që ka rasti. Kjo është shumë rastore me po 1800 që nume 1800 pranume. Po mbram ku kena po lojën e kena po se ka qenë koincidentë e mirë, shpresoj që është një shaj mirë për këto javë të ardhshme që vazhdojnë. Edhe shpresojmë që mos më pas më incidente kështu e mbrëm në paletrën eliminatori çfarë ndodhi në atë përleshjen mes dy basketbollistëve, që në fakt të dy u përjashtuan nga ndeshja. Tash, unë mendoj që ka qenë vendim jo i drejtë. Duke po video se aty në sallë nuk është se kemi qasje na për me i përsërit me video, po mendoj që në atë moment ndoshta lojtari jonë mundet të ndëshkoj me teknike, po jo të përjashtohet. Edhe këtu për fat keq momentalisht vllazimi ka mbrëmje ishte i lënduar aty koshi edhe kemi një roster pak më të ngushtë edhe kur një lojtar joni diskualifikohet, po është pak më vështirë për me një ritmin, unë nuk them se Trepça s'ka mund me... Ky është momenti kur, në fakt, shihet që basketbollisti Trepça se godet basketbollistin e vllazimit, pastaj ky reagon, si besoj do të kishte reaguar çdo kush ku do të ishte aty. Tash, Trepça ka mund me fitu ndeshën edhe nëse nuk ishte përjashtu lojtari jonë, se ata i kanë cilësitë, po unë mendoj që këtu duhet gjykohet drejt, edhe s'mendoj që dy lojtarë është dashur të përjashtohen. Tash, nashta është mirë edhe mi pyet edhe Rafert se mbas çfarë kritere kanë marrë vendimin e përjashtimit dy lojtarëve, po vendimi jam është që nuk është dashur të përjashtohen dy lojtarë. Shpesh Zdia Pajtor, Zoti Bakia shpesh thuhet në përsëritje televizive që ndoshta pika më e dobët e basketbollit është referimi. Ka probleme, tash referat e kanë ndoshta një profesion të vështirë, po ka probleme. Po këto vendimet nuk i bojnë mirë as pak basketbollit. Nëse referi ka, domethënë, drejtën për me shiku, e kanë shfrytzuar drejtën e rishikimit dhe vendimi mendoj që ka ardhur gabun edhe pas rishikimit. Kështu që është një problem i panevojshëm këtë rast. Fakt, rishikimi do duhet që të pasqyronte gjendjen reale të situatës ku ndodhi ky rast dhe gjyqtarët padyshim që e kanë mundësinë që ta rishikojnë disa herë dhe që mundësinë që vendimi i tyre të mos jetë gabim. Faktikisht dy referat të cilët e kanë marrë vendimin Artan Gashi dhe Isar Bonjoku, unë mendoj që janë ndër referat më të mirë që i ka Kosova dhe Superliga, edhe unë i respektoj shumë. A keni pas sqarim për tyre sepse jo sot që kena pas moment për mos sqaru, po unë me të vërtet du me pyet edhe një shoqërore me vetë pse ka ardhur ky vendim. Ndoshta është një rregull të cilën unë nuk e di, ose nuk e kum kuptu, po në aspektin se çka shihet video, ky është mendimi im. Atëherë, nashta është mirë dhe ata më dalin me një sqarim pse ka ardhur ky vendim, po unë mendoj që duhet më ullë me diskutu, nashta kena edhe klubet ndonjë gabim që s'po e shohin vetëm, po duhet me diskutu, mu kritiku sepse Superliga basketbollit po bëhet shumë punë edhe shumë angazhim nga kryesitë e klubeve, edhe është mirë që bashkarisht përmirësohemi që mos dëmtohet basketbolli në përgjithësi. Po, e kuptueshme. Statistika tjetër përpas golat e kësh shënimeve, se mësues do thonë golat e shënuara në futboll. 24 ndeshje të zhvilluara, 11 fitore, 13 humbje. Sa i kënaqur me këtë paraqitje të ekipës. Unë mendoj që kemi pas hapësinë të kemi disa fitore pak më shumë, po tash gjendja është kjo si jo, na jemi në luftë për vendin e katërt. Unë mendoj që ajo do të jetë synimi jonë para përfundimit të sezonit, se jemi në luftë me PEN, shpresoj që të arrijmë të jemi vendin e katërt dhe të kemi përparësinë e terrenit për play-off. Ajo tash synimi real me xhirot që kanë mbet, ndashta na kena mujt pak më herët me siguru vendin e katërt, po kanë hedhur ndeshjet kështu edhe kemi pas hapësinë për disa 2-3 xhiro me qenë pak më në formë, po është pjesë e sportit edhe kur nuk nga një lojë nuk jenë domethënë aty ose mentalisht ose fizikisht, edhe kemi pas disa lëndime dhe kanë ndiku na me qenë këtu.
Financiarisht si qëndron klubi? President? Që 5 vite, domethënë klubi Vllazimit ka arrit me i pagu të gjitha obligimet, ose si vjet jemi komod financiarisht, pse me një buxhet modest, po ne mundohemi gjithmonë ta bëjmë një planifikim financiar sa më kujdesshëm. Me buxhet modest. Po me qenë kujdes, që mos i të bërë. Jo, është shumë e rëndësishme, kemi pjesë kyçe të programit dhe pjesë kyçe, domethënë qëllimeve tona që mas pari do të më qenë korrekt financiarisht ndaj palëve të cilat bashkëpunojmë, edhe pastaj vjen rezultatet në sport. Po. Një gjë që në fakt vlerësohet sa herë ka ndeshjen në Palindën Staninushin në Çakov është tifozëria. Që mendoj që janë në nivel tjetër. Tash po flasim për ato ndeshje derbi ku zhvillohen, sepse në një ndeshje nuk është që ka fort interesim, e sidomos nxehtë pritet të jetë në fazën e play-offit, aty ku tifozëria e Gjakovës gjithmonë ka pas domethënë një organizim shumë masiv, përveç kuqezinëve të Jakovës, të cilët janë një grup shumë entuziast ndaj sportit, është edhe pjesa tjetër e qytetit që janë tifoz neutral në krahasim me tifozërinë dhe klubin, po janë tifoz kështu të përditshëm, të cilët dojnë sportin, janë adhuruar sportit dhe vinë e përkrojnë ekipin, atëherë kur kuqezinët e Jakovës domethënë janë në sallë bashkë me pjesën tjetër sallë, krijohet një atmosferë shumë e mirë. Qyteti i Gjakovës jeton me sportin edhe është shumë lehtë për me menaxhu edhe mi prit domethënë ekipe të tjera. Ne si klub jemi duke mundu edhe me apliku në aplikimin e fundit për ligën unike, shpresoj që të dalim suksesshëm edhe ta marrim. Ne jemi pjesëtar, kemi pas 5 fitore, një humbje. Në ligën unike jemi në gjysmëfinale kundër Yllit, edhe jemi duke munduar që ta marrim organizimin e Final Four në Gjakovë, cila luhet me 25 dhe 6 mars. Okej. Në fakt këto muajt mars, prill, janë muajt ku më shumë të ka aktivitete basketbolli, nis play-off, nis play-off e ligës unike. Sa i përket kundërshtarëve, kështë një si kundërshtarë më të fortë në basketbollin? Si vjet liga e basketbollit është shumë interesant, po mendoj që 3 ekipet të cilët janë organizuar janë Trepça, Bashkimi dhe Prishtina. Unë mendoj që ato treshja e parë janë si vjet që kanë pak një dallim pak më të madh me ekipet tjera, po unë mendoj që 6 ekipet ose 8 ekipet si vjet Superligës janë shumë me dallime shumë të vogla. Domethënë ne dimë që para 2 gjyrës edhe Bora ka triumfu kundër Trepçës, edhe Ylli në vendin e 6 ka triumfu kundër Trepçës, kështu që unë mendoj që nuancat e vogla do të ndikojnë edhe në play-off edhe nuk ka favorit? Nuk ka favorit absolut. Për mua si vjet nuk ka favorit absolut në play-off. Siç ndoshta ka ndodhur hera vitin e kaluar, mendoj që Trepça ka qenë favorit absolut, po si vjet nuk jam duke pa që një ekip se disa gjëra janë mirë, disa gjëra jo shumë mirë. Për shembull Prishtina tash ka pas një ecori tepër të mirë me 9 fitore më duket. Edhe tash të shohim si do të hyjmë secila në fazën e play-offit, po si vjet nuk ka pretendent kryesor, secili nga pjesëtarët e play-offit mund të arrijë edhe të shkojnë në finale edhe të kurrëzohet me titull. Po, sa i përket basketbollit në përgjithësi, Bakia se sheti jo vetëm Super League, por në përgjithësi zhvillimin e basketbollit apo evolimin e basketbollit vendor. Dhe në fakt, pastaj do të pyes edhe për pyetjen tjetër sa i përket besimit të madh që keni ndaj basketbollit të huaj. Jo vetëm një sukses, por shumë përgjithësi. Unë mund të thonë që zhvillimi kryesor i basketbollit mendoj që mund të vret në ligën e parë. Do të thonë përveç që klubet e Superligës janë konsoliduar dhe organizimi këto 4 vjet e fundit ka marrë një formë tjetër, mënyra që shpunohet, si stërvitjet, kushtet e përditshme të basketbollistëve janë shumë më të mira se sa që kanë qenë. Edhe liga e parë ka arrit me mbledh 3 ose 4 ekipe të cilat stërviten 2 herë në ditë. Unë mendoj që ka pas një ngjecje të basketbollit për disa vjet, cila ka kriju vakum edhe mungesë lojtarëve vendor, po mendoj se nëse vazhdohet me këtë intensitet pune për disa vite, kena më pa produkt vendor më të mirë edhe kemi më pa basketbollistat të cilët
kanë me mujt edhe kanë hapësinë me lujtë në Super League, sepse edhe kushtet dhe pagesat e basketbollistave janë të mira, edhe ata munden me zgjedh një profesion të mirë me qenë profesioni vetëm i tyre basketbollit, sepse unë kam shumë informata që ka pas talenta të mirë basketbolli, po ka ardhur puna për me zgjedh një profesion, ata kanë zgjedh profesion tjetër për shkak të kushteve të pagesave dhe nuk ka pas siguri. Unë mendoj që tash basketbolli është të ofru siguri për me qenë profesion primar, edhe besoj që për disa vjet besoj vitet e ardhshme kemi me pa produkt mirë vendor edhe kemi me pa lojtar të mirë vendor. Se përket kjo të prodhimi vendor, nuk e kemi pa që po ndodhë të vitin fundit dhe unë i fajsoj kryesitë e klubeve që ju besojnë shumë basketbollistëve të huaj, edhe sidomos kur tash nuk po them që të vllaznimi ndodh një gjë tjetër, mirë po sidomos kur afrohet faza e play-offit, gjithë klubet e kanë mendjen se cilë futbollist huaj ti marrin. Pse ndodh kjo? A është dallimi shumë i madh mes, unë mendoj që me qenë një basketbollist i huaj prezant në Kosovë duhet me qenë 3 herë më njëse Zlatan Berisha. Për shembull, mora si shembull. Dardani është nivel i basketbollistave europianë dhe botëror, domethënë kur ka qenë në kulmin e karrierës, por me qenë 3 herë më mirë se Dardan Berisha është pak vështirë. Po nëse pak e bona. Por unë mendoj që tash fondi i basketbollistave vendor nuk është shumë i gjanë, domethënë na kena rregullin që duhet mi pas 2 basketbollista vendor gjithmonë në peshe, domethënë që të luajnë, kështu që hapësira për basketbollin nuk është që nuk është fare atë. Tash do të më bëni një kombinim, domethënë për 8 ekipet e Superligës, unë s'mendoj që kemi basketbollista vendor që mujnë me lujt secila me 5 vendor. A duhet punë pak më e madhe për klubeve? Po. A është duke u bë punë? Unë mendoj që po. Disa klube i kanë reformu shkollat dhe po punojnë me 3, po ato rezultate nuk vijnë brenda ditës ku ti mundesh me marrë një basketbollist tuaj i cili u rriti gatshëm edhe ka cilësi dhe e bën pak a shumë diferencën, po për me pa diçka produkt vendor duhet pak më shumë kohë, duke ditë që unë mendoj që basketbolli ka pas një pauzë dhe një ngjecje për disa vjet për mungesë financave, edhe besoj që ato pasoja po i shohim tash. Kur ka ndodhur kjo në vitet e kaluara, kim fjalën? Unë mendoj para aprovimit të ligjit të sportit të sponsorizimit, po na dim para Trepça ka qenë buzë kollapsi. Domethënë Trepça në vitin 2020-21 ose 2019-20 u kon duke rënë nga liga. Prishtina gjithashtu u kon afër fundit tabeles, edhe ka pas probleme, po ato probleme janë te kalu. Klubet janë konsolidu, unë s'mendoj që pak klubet konsolidu në mujë me pas produkt vendor. E jo në fakt si klub sa arrini me përdor ligjin e sponsorizimit? A janë gjitha tyrat përmes ligjit e sponsorizimit? Një pjesë është, një subvencion është, domethënë, i komunës, një shumë, edhe pjesa tjetër e ligjit e sponsorizimit. A keni probleme ju siç kanë problemet me palestra, me terminin palestër? Siç kanë probleme që i thojnë shumica e klubeve basketbollit? Na kemi terminet mjaftueshme, po mendoj se ka mungesat palestrave në Kosovë, sidomos për gjeneratat e reja. Se ekipi i parë është i stabilizuar, po gjithmonë ka përparësi ekipi i parë ndaj se palestra shfrytëzohet për ekipeve të para të komunës. Edhe ne kemi hapësinë mjaftueshme, po ka mungesë të infrastrukturës në Kosovë nëse dojmë pas produkt vendor. Okej. Për të ardhmen, cilat janë synimet me klubin e vllazimit? Klubi në këtë play-off asnjë në befasi, edhe gjatë këtij play-offi dhe të ardhmen? Na kemi dëshmuar që çdo lojë që kemi luajt, ne kemi i për me fitu, kështu që do të jetë njëjtë edhe në play-off. Shpresoj që s'do kemi lëndime dhe do të jemi fort mirë, edhe vllaznimi në asnjë ndeshje nuk ka shku i dorëzuar, edhe ashtu do të jetë deri në ndeshjen e fundit që do luajmë si vjet. Okej, e të ardhmen cilat janë synimet dhe planet me klubin? Ne ashtu siç e thash, edhe ne si klub kemi marrë kemi bërë reformë në shkollën e basketbollit. Jemi duke mundu me sistemu gjeneratat e reja, mundu me stërvit ata 5 herë në javë, që ajo është një pjesë kyçe e programit të klubit ton, po të njëjtën kohë duhet me qenë edhe ekipi i parë i konsoliduar, se unë mendoj që marketingu më i mirë i basketbollit është kur ekipi i parë ka performanca të mira dhe është duke luajtur në Super League, ajo rrjedhimisht masivizon sportin si sport dhe të vjen ty një farë forme fëmijë të interesuar për atë sport.
Kështu që këto dyja duhen më shku një Ka interesim për grumosha të reja në Gjakov për basketbol? Ka interesim, sidomos prej se vllazimi është pjesë e Superligës, interesimi është normal, rritet për shkak që të sheh ekipën në elitën e basketbollit. Prapë futbolli është një farë forme primare si sport në Gjakov, por basketbolli po arrin me pas një konsolidim të mirë. Okej, si keni raportet me klubin e futbollit? Keni raportet mira? Ne ngjihem edhe privatisht, po në njëjtën kohë edhe si klube kemi raporte të shkëlqyera. Momentalisht është qenë ka të fitu ndaj Besës 1-0. Ne shpresoj që fitojnë edhe kanë pas një kam pas disa lohatje këto ditë e fundit me këta trajnera që po tash nganjëherë ti në sport mundosh me marr vendimin e mirë që mendon që në letër është më i mirë, por nuk rezulton në praktik. Kroasia e vllazimit në futboll këto vitet e fundit kanë konsolidu klubin, kanë arrit me stabilizu, se ne dim që para 3 viteve ata para 2 viteve janë radhë nga Liga e parë, po ata kanë arrit me konsolidu dhe me qenë pretendet për Super League, kanë bërë një punë shkëlqyeshme, po sporti nganjëherë nuk është problem edhe mundin që e bën ti çdo ditë se në fund fusha fol ndryshe. Po, në fakt sporti nuk është matematik. Nuk ta kthen gjithmonë me të mirë varësisht se si shkojnë punët, për shkak që janë dy skuadra se cila prej tyre mund të triumfoj. Në fakt, po du me të pyet edhe pak për atë kohën që basketbolli ka munguar Gjakovës në një periudhë me mos shkëlqimin e klubit basketbol vllaznimi. Po tash duket që gjërat janë futur binar, si themi ne, edhe gjithçka po shkon mirë. Po ajo kohë si përshkruhet ideal. Ke qenë afër basketbollit edhe asaj kohe? Jo, unë faktikisht edhe kam jetuar jashtë Gjakovës për disa vite, kështu. Pas rikthimit, pas disa vite që jam rikthyer me miq, kështu me disa biseda, jam kyç bashkë me kryesin. Çka ka shtyr më kyç? Tash bashkë me një pjesa. Unë gjithmonë njerëzit i duan sportit në veçantë basketbollin këtë rast. Po në Gjakova, si që thash, se cili qytetar i Gjakovës është pak tifoz, është brenda kuqezini i Gjakovës, kështu që unë edhe si fëmijë kam shkuar, kam shikuar ndeshjet besa edhe jashtë, kur kam qef shumë i vogël, edhe ajo është një dashuri e madhe për sportin në Gjakovë, kur kam pa mundësinë që mundë me kontribu, në biseda me miqt, një mik i jemi më kaftu me qenë pjesë e kryesisë, edhe nuk është se e ku marrë shumë seriozisht në fillim, po atëherë kum pas mundësinë që mundë me shfrytzu ligjin e sportit bashkë me disa partnerat biznesit, bashkë me partnerat e kryesisë, kemi arrit me bëni grup të mirë të njerëzve, edhe gjithmonë duke në bashkangjit disa njerëz të ri, duke na pru një frymë të re, edhe kum pa që ne mundëm edhe dim me konsolidu si klub, duke pa që Gjakova ka nevojë për pak ndryshim në atmosferë. Besoj që kemi arrit një rezultat të kënaqshëm. Ka pas hapësira besoj me disa vendime me qenë më mirë. A ka qenë vështirë të binë ty për më kyç me basketboll? Jo, ka qenë vetëm ajo takimi i parë ka qenë pak i vështirë derisa kam arrit me dal, kur kum po, domethënë vetëm ka ardhur ajo energjia për më kyç edhe me ajo kontribut. Vullnetin edhe të bashkëpunëtorëve të tjerë, padyshim që shtyn për me a do të thotë dështim në rast që nuk kurrizoni me asnjë titull gjatë vitit? Kisha pas qef me përderisa jemi pjesë e dy garave, kisha pas qef që vllazimi tjetë diku në finale edhe të kurrizohet me ndonjë titull, po është pak e vështirë, konkurrenca është e fortë, ne do japim maksimum. Presion? Nga tifozët, nga presion, zakonisht unë jam pak tip ambicioz edhe i bëj presion vetes për me arrit më të mirën, po gjithmonë duhet me qenë realist. Nuk mundem me fol na për disa ndeshje shumë përpara, na duhet me shikuar ndeshjen e ardhshme. Edhe ndeshja e ardhshme është më e rëndësishme, basketbolli ka një roster të ngushtë lojtarëve edhe me dy lëndime të ekip tjetër. Kështu që nuk duhet me shikuar shumë lart, duhet me mundu me punu mirë, me pas kujdes me lëndimet, edhe me shikuar ndeshjen e ardhshme me fitu. Po. Vitor, unë falenderoj shumë për këto minuta sa ishim bashkë, falenderoj që ke gjetë kohë prej Gjakovës me na bashkangjitur në studio. Është me të vërtet sakrificë, falenderoj shumë për këto minuta, besoj që dhe shpresoj në fakt që sukseset në të ardhmen të mos mungojnë te klubi juaj. Shumë faleminderit për ftesën, unë vetëm shkurt do të më harru babai tim ditëlindjen se e ka sot,
edhe shpresoj që ka shëndet dhe vazhdon sa më. Shumë urime, po i bashkangjitemi edhe ne urimit të idealit për babain e tij. Shpresojmë që të jetoj sa më gjatë dhe të jetoj mbi gjitha me shëndet dhe i lumtur. Urime edhe për babain. Të nderuar shikues, ishte ky Ideal Bakia, kryetari i